Territori i Kosovës për datën 8 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod të qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në të gjithë territorin. Gjatë pasdites në zonat malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa reshje. Temperaturat mbeten të larta dhe tipike për stinën e verës. Paraditja do të jetë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 32 gradë. Podujev 14 deri në 31 gradë. Skënderaj 15 deri në 32 gradë. Pej 15 deri në 32 gradë. Prishtinë 15 deri në 33 gradë. Gjakov 16 deri në 33 gradë. Malishev 16 deri në 33 gradë. Gjilan 15 deri në 32 gradë. Perizaj 15 deri në 32 gradë. Kaçanik 14 deri në 31 gradë. Sugarek 16 deri në 33 gradë. Prizren 16 deri në 33 gradë Celsius.